Një virus ngjitës ka prekur një prej fermave të njësisë administrative të Postrivës në Shkodër, duke shkaktuar ngordhjen e bagëtive të imta. Një më ka ngordhje, një para 10 ditë. Një kam të humë, nuk e di se a ka të mal, diçka e tillë mund të jetë, por situata shumë e rëndë. Ndërsa fermeri Milani thot se ky virus është prezent në zonë dhe nëse nuk merre masa rrezikohet që bagëtit të dalin në shitje dhe të shkaktojnë pasoja më të rënda tek popullata. Nuk ka se karave të dhikë, karave të delet, edhe kanë frikë për me foli këtë periudhë nga që është puna e korbanit edhe thonë që mos të hapën panik nëpër njerëz. Sipas shërbimit veterinar në Shkodër ka dyshime për 3 sëmundje, por përgjigjet zyrtare do të dalin pas analizave të kryera. Përkohësisht vendoset në karantinë. Edhe dyshimet janë 2 ose 3 sëmundje në të cilat nuk mund të prononcohem sepse nuk e di me siguri dhe ndoshta po bëj ndonjë gabim profesional, por brenda 1 ose 2 ditëve do të përcaktohet eksaktësisht cila është infeksioni primar dhe sekondar. Autoritetet u bëjnë thirrje fermerëve të jenë të kujdesshëm dhe të raportojnë çdo rast të ngjashëm për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit.